Sa po shmyll një tjetër turne i rëndësishëm ndërkombëtar, Summer Cup 2025, ku natyrisht si në gjitha turnet është pjesëmarrëse edhe zyra rajonale e futbollit të Shkodrës që drejtohet nga kryetari Lazar Matia. Matia, vazhdon masiviteti dhe turnet e rëndësishëm në Shkodër. Po, siç ju keni qenë prezent vazhdimisht në këtë turne, pas përfundimit të sezonit futbollistik 2024-2025 për shoqata rajonale të futbollit Shkodër, ne ishte një sezon shumë i suksesshëm. Shoqata rajonale Shkodër u përfshi edhe një aktivitet më përpara me kampionatin botëror të policisë, ku aty ishim bashkëpunëtor në organizim me IPA-n shqiptare. Edhe aty ishte një aktivitet me përmasa të mëdha, por mas këtij aktiviteti ishte një aktivitet i programuar Kupa Summer Cup. Është një kupë që shoqata rajonale Shkodër në bashkëpunim me agjencinë Shkodra Sport Event organizojnë prej disa vitesh. Është një aktivitet i programuar prej kosh me shumë ekipe nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi dhe nga Italia. Është një aktivitet pothuajse ndërkombëtar, por kishim edhe shumë shoqatat tona që aderojnë në kampionat. Këto aktivitete përveç rritjes cilësore, mendoj që kanë masivizimin dhe njohjen e fëmijëve sportistë me njëri tjetrin, ka të mundësinë e bashkëpunimit me shoqata të ndryshme përtej kufinit, por megjithatë edhe në fund sezonit arkimin e këtyre fëmijëve dhe as më tepër këtë sezon përveç gjëra tjera që ishin të mira edhe me infrastrukturën, sepse ka diçka shenja për mirë me disa fusha që janë rritur infrastruktura në cilësi, ishte edhe prezenca e ekipe në këtë stadium, në stadiumin kryesor të Shqipërisë, jo vetëm të Shkodrës. Edhe këtu gjej rastin të falenderoj Bashkinë e Shkodrës që na dha mundësinë që këto fëmijë ëndrrën e tyre ta shijojnë në ndjepjen e futbollit në këtë stadium mitik, edhe në këtë stadium ku shumë sportista e kanë ëndrrë që të lozin, edhe mendoj që një pjesë e këtyre duhet të jenë edhe në vitet e ardhshme pjesë e futbollit profesionist. Mendoj që është një aktivitet që u përmend në formë më të mirë, ishin rreth 700 fëmijë që morën pjesë në këtë aktivitet. Megjithëse temperaturat ishin shumë të larta, por dëshira e prindërve dhe fëmijëve për ta përmbyllur më së miri këtë aktivitet ishte e madhe dhe u arriti një aktivitet në organizim perfekt dhe me pritshmëritë tona që ishin maksimale. Cili është programi në vazhdimsi për zyrën rajonale të futbollit në Shkodër? Me përfundimin e këtij aktiviteti, mendoj që zyra rajonale e ka mbyllur këtë sezon. Ne përgatitna normalisht për sezonin e ardhshëm, qëllimet janë shumë plane, por ato që janë imediate janë rritja e numrit të fëmijëve, që të kemi sa më shumë fëmijë që të merren me sport djem dhe vajza dhe përmirësimi në maksimum infrastrukturë sportive, sepse me këtë masivitet, me këtë dëshirë që kanë sportistët edhe rajoni ku ne operojmë, kërkon infrastrukturë më të mirë dhe këta janë dy objektivat kryesorë që shoqata rajonale e futbollit Shkodër ka. Plus është edhe futbolli i shkolla, sepse kemi prej disa vite që zhvillojmë këta aktivitete edhe aktivitete tjera ndërkombëtare që janë me festat e nëndorit, por pret koha për këtë sepse kemi fillimin e sezonit dhe kjo është përgatitja e parë që kena për sezonin 2025-2026. Ju falenderoj zoti Matia. Faleminderit edhe për jush.